Shumica e ndërveprimeve tona, qoftë në biznes apo në familje, shpesh duken si një fushë betejë, po sikur të ekzistonte një mënyrë më e mirë. Sot do të zhytemi thellë në zakonin e katërt: mendo, fitim, fitim. Dhe duhet ta dini, kjo nuk është thjesht një teknik negociemi, por një filozofi e tërë për mënyrën se si qasemi njëri tjetrit. Imagjinoni pak të sken, një president kompanie sapo ka mbaruar një fjalim të zjarrt për rëndësinë e bashkëpunimit, dhe menjëherë pas kësaj ai bën pikërisht këtë pyetje. Kjo fjali e thjesht zbulon një problem gjigant në vetë sistemin që ai kishte ngritur. Pa e kuptuar fare, ai po i shtynte njerëzit e tij të bënin krejt të kundërtën e asaj që sapo kishte kërkuar. Dhe ja ku qëndron thelbi i problemit. Presidenti donte punë në grup, por krijoi një garë ku vetëm njëri mund të fitonte udhëtimin. Pra, suksesi i njërit menaxher nënkuptonte automatikisht dështimin e të gjithë të tjerëve. Ky është shembulli perfekt i një paradigme të gabuar, ku fjalët dhe veprimet nuk përputhen. E po, ky problem nuk i ndodh vetëm asaj kompanie. Ai buron nga mënyra se si shumica prej nesh jemi programuar të mendojmë që në fëmijëri. Le t'i hedhim një sy këtyre mentaliteteve standarde të cilat, siç do ta shohim, shpesh na pengojnë të ndërtojmë marrëdhënie të suksesshme dhe afatgjata. Në njërën anë të ringut, kemi mentalitetin fitim-humbje. Ky është stili autoritar që thot, unë do ta marr atë që dua dhe nuk ka rëndësi nëse ti humbet. Në anën tjetër, kemi qasjen humbje-fitim, që është në thelb, merre ti, bëj si duash, unë thjesht dua të ruaj qetësinë dhe të shmang konfliktin. Në fund ditës, të dyja këto qasje janë të dobta sepse burojnë nga pasiguritë personale. Po ç'ndodh kur përplasen dy njerëz kokofort me mentalitetin fitim-humbje? E po, rezultati është i pashmangshëm, humbje-humbje. Këto loja ndryshon. Qëllimi nuk është më të fitosh, por thjesht të sigurohesh që pala tjetër të humbas, edhe nëse kjo do të thotë të rënohesh bashkë me të. Është filozofia totalisht shkatruese e hakmarrjes. Mirë, pra nëse fitim-humbje, humbje-fitim dhe humbje-humbje janë të gjitha rrugë pa krye, atëherë çfarë na mbetet? Për fat të mirë, ekziston një rrugë më e mirë, një mënyrë më e lartë dhe, siç do ta shohim, shumë më efektive. Kjo njihet si alternativa e tretë, filozofia fitim-fitim. Pra, çfarë do të thotë saktësisht kjo? Do të thotë që të gjitha marrëveshjet ose zgjidhjet duhet të jenë të dobishme dhe të kënaqshme për të gjitha palët e përfshira. Të gjithë duhet të ndihen mirë me vendimin final dhe të jenë të përkushtuar ndaj planit. Thelbi është ky. Nuk është rruga ime apo rruga jote, por është kërkimi për një rrugë më të mirë, një rrugë të përbashkët. Sigurisht, një mentalitet i tillë nuk ndodh rastësisht. Ai duhet të ndërtohet mbi një themel të fortë karakteri. Dhe ky themel ka 3 shtylla kryesore. Le të ndalemi një moment tek pjekuria. Këtu nuk po flasim thjesht për moshën. Në këtë kontekst, pjekuria është ekuilibri perfekt mes dy cilësive: guximit për të shprehur atë që ndjen dhe mendon, dhe konsideratës për ndjenjat dhe mendimet e të tjerëve. Vetëm guximi pa konsiderat të çon në fitim-humbje, vetëm konsiderata pa guxim të çon në humbje-fitim. Pjekuria e vërtet është vallëzimi mes të dyjave. Shtylla e tretë është thelbësore, mentaliteti i bullokut. Ky është një ndryshim rrënjësor i perspektivës. Mentaliteti i mungesës e sheh botën si një tortë me madhësi fikse. Nëse dikush merr një copë më të madhe, për ty mbetet më pak. Në anën tjetër, mentaliteti i bullokut beson se ka mjaftueshëm për të gjithë. E sheh jetën plot me mundësi. Ky besim është absolutisht i domosdoshëm për një qasje të vërtet fitim-fitim. Tani le të kalojmë tek ajo që mund të quhet shprehja më e lartë e filozofisë fitim-fitim. Një koncept që, kur e kupton, të jep një liri të jashtëzakonshme emocionale, sidomos kur je në mes të negociatave të vështira. Kjo është pyetja kritike, apo jo? Çfarë bën kur, sado që përpiqesh, thjesht nuk duket se ka një zgjidhje që i kënaq të gjithë? A duhet të pranosh një kompromis të dobët? A duhet të detyrosh një marrëveshje të keqe? Përgjigja na çon te një alternativë tepër e fuqishme. Dhe ja ku qëndron gjithë fuqia e konceptit asnjë marrëveshje. Ndonjëherë marrëveshja më e mirë është të mos bësh fare marrëveshja. Kur hyn në një negociat duke pranuar se asnjë marrëveshje është një opsion plotësisht i vlefshëm, ti çlirohesh nga presioni për të pranuar diçka që nuk është e duhura. Kjo jo vetëm që të mbron, por edhe ruan marrëdhënien për të ardhmen. Dhe kjo histori e ilustron në mënyrë perfekte.
Një presidenti një kompanie softwaresh refuzoi një kontratë $84,000 sepse kushtet thjesht nuk ishin të duhura për të dyja palët. Ai zgjodhi asnjë marrëveshje. Çfarë ndodhi? Duke qëndruar besnik ndaj parimit të tij, 3 muaj më vonë, i njëjti klient u kthye dhe nënshkruai një kontratë shumë më të madhe dhe më të mirë. Mirë, e gjithë kjo teori tingëllon bukur, por si përkthehet në botën e vërtet, në situata konkrete? Le të shohim se fitim-fitim nuk është thjesht një ide idealiste, por në fakt është lëvizja më inteligjente që mund të bësh. Le të marrim 2 shembuj të qartë. Mendoni për një restorant. Qasja fitim humbje do ishte: le të shkurtojmë orët e stafit për të kursyer para, por kjo çon në shërbim të dobët. Qasja fitim-fitim krijon një sistem bonusesh ku stafi fiton më shumë kur restoranti ka sukses. Të gjithë janë të motivuar të punojnë bashkë. Ose merrni një kazino. Mund të përdorë rregulla të paqarta për të marrë para shpejt, ose mund të krijojë një përvojë VIP aq të mirë sa që lojtari ndihet si fitues edhe kur humbet dhe kthehet përsëri e përsëri. Dhe kjo na sjell në përfundimin kryesor. Të mendosh fitim-fitim nuk ka të bëjë me të qenit i butë apo naiv, as pak. Ka të bëjë me të qenit inteligjent. Është strategjia më efektive afatgjatë, sepse ndërton sisteme ku të gjithë kanë interes të punojnë për suksesin e përbashkët. Është thjesht zgjuarsi strategjike. Dhe kështu mbetet një pyetje për t'u menduar. Herën tjetër që do të gjendeni në një negociat, një debat apo një konflikt, çfarë do të zgjidhni? A do të bini sërish në grackën e vjetër fitim-humbje, apo do të keni guximin dhe kreativitetin për të kërkuar atë zgjidhje më të lartë, atë alternativë të tretë ku të gjithë mund të dalin fitues?